Kjo është një foto e Faik Konicës me fustanell, me brez e me qylaf, siç e quante ai. Por si erdhëm deri këtu, tek kjo foto? Në një letër të 26 gushtit 1909, në drejtim të Sotir Pecit, Faik Konica shkruante: I dashur mik, ju lutem të më dërgoni një qylaf të bardhë dhe një brez të mëndafsht, nga më të mirët, të kuq, të thellë, ngjyrë shejk siç thonë frëngët. Do t'ju a di për të mirë në mi dërgofshi sa më shpejt që të mundni. Parat ju a dërgoj me të kthyer të postës. Ideja ishte që të dilte fotografia e tij në gazetë dhe të shfrytëzohej rasti për të propaganduar çështjen kombëtare shqiptare. Erdha dje në Vjenë ku kam qëllim të ri 4 a 5 ditë. A e morët Albanien e fundit? Si u duket? Juaj me besë, Faik Konica.